Këtë perimetër toka. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në Kallëzo për një. Një industri e tërë abuzimit të ambientit është ndërtuar në rrjedhën e lumit Drini i Bardh. Biznese me vlera milionëshe janë ndërtuar në rrjedhën e këtij lumi, në veprimtarinë e njohur si separacionet e Zhavorit. Nga Glaviqica e Pejes e deri në zonën e Krushës në rrethin e Prizrenit, dhjetëra biznese ilegale kanë shkatëruar shtratin e pastër të lumit Drini i Bardh. Pamjet e filmuara nga droni në këtë zonë dokumentojnë shkatërimin masiv të ambientit dhe kthimin në një zonë të shkretë e të rrezikshme për banorët e zonës. Në një varg emisionesh, ekipi ynë ka filmuar eksploatuesit ilegal, të cilët përfitojnë miliona euro nga shitja ilegale e Zhavorit. Në mbar zonën, kompanitë eksploatuese kanë ndërtuar bazen të Zhavorit, që kanë dëmtuar rrejnësisht shtratin e lumit, duke lënë prapa vetes njërin prej krimeve më të mëdha ambientale në vend. Në 10 operacione, Prokuroria e Shtetit dhe policia kanë tentuar të ndalin kompanitë të cilët edhe përkundër dënimeve rikthehen në shtratin e lumit për të eksploatuar Zhavorin. Rrjedha e Drinit në zonën e Prizrenit ishte një lokacion atraktiv për kriminalet ambiental. Mbi 10 biznese u vendosën në shtratin e lumit dhe nga aty nxorën qindra mijëra ton zhavor, jashtë çdo standardi e çdo rregulli ligjor. Pamjet nga ajri dokumentojnë shkatërimin kriminal të ambientit pa asnjë standard. Krimi ambiental në rajonin e Prizrenit nuk mbeti para në sy të Prokurorisë së Prizrenit dhe njësisë së krimeve të rënda të Policisë së Kosovës. Nxjerrja ilegale e Zhavorit, ndërtimet në zonat e mbrojtura e shumë prej krimeve të tjera ambientale janë vepra që hetohen nga njësitë e veçanta të policisë në krime të rënda. Një ekip i hetuesve bashkë me 2 prokurorë të Prizrenit dhe kryeprokurorin, 4 muaj më parë nisën të gjurmojnë zonën. Detyrat e para të ekipeve në terren janë grumbullimi i provave të cilat do të dokumentojnë se bolduzherët e kamionet po përdoren për eksploatim ilegal të Zhavorit. Agjentë të fshehtë angazhohen për të kryer vëzhgime, ndërsa dronet e policisë për të filmuar në vepër eksploatuesit ilegal. 4 muaj veprime hetimore nxisin njërin prej aksioneve më të mëdha kundër eksploatuesve të Zhavorit. Policia kishte dërguar në prokurori informacione e prova të cilat dëshmonin se 14 biznese ishin përfshirë në eksploatimin e Zhavorit. Mbrëmjen e 3 qershorit, hetuesit dhe prokuroria hartojnë njërin prej planeve më të mëdha të goditjes së krimeve ambientale. Sipas planit të përgatitur, 14 lokacione të dyshuara do mbastisen dhe në to do sekuestrohen të gjitha mjetet që përdoren për eksploatim të Zhavorit. Operacionet kundër bizneseve të përfshira në krimin ambiental vlerësohen me rrezikshmëri të lartë. Në të kaluarën operacione të tilla kishin përfunduar me sulme dhe tentativa fizike për t'i penguar inspektimet. Për të mos i lënë asgjë rastësisë në zonë do ftohen njësitë speciale të Policisë së Kosovës. I hartuar nga Policia e Kosovës dhe nën urdhrat e kryeprokurorit të Prizrenit, plani operativ për goditjen e krimeve ambientale nis të jetësohet mëngjesin e 4 qershorit. Qindra policisë speciale do shtrinë mbastisjet e tyre në bizneset dhe terrenet e vështira ku operojnë eksploatuesit e Zhavorit. Ndërhyrja do jetë e koordinuar dhe e shpejt për të arritur që kamionet dhe të dyshuarit të zihen në flagrancë gjatë eksploatimit. Të dhënat inteligjente tregonin që disa ekskavator janë duke eksploatuar edhe në kohën kur nisi aksioni. Me urgjencë speciale të mësyn zonës ku zhvillohej veprimtaria ilegale.
Pas disa minutash, kolona e gjatë e institucioneve të zbatimit të ligjit futet në njërin prej lokacioneve të dyshimta. 2 shofer kamionësh që ishin aty afër nisin të arratisen, ndërsa për të bllokuar lëvizjen e kolonës, ata shkarkojnë zhavorin në rrugën e paasfaltuar për të penguar ndjekjen nga policia. Valla vi estranham, né? Vi estranham. Ai na zbrozi kamionin në rrugë. Dhe që shaj, ku s'komina me kanu me kërë. Në minutat e para operacioni ka nisur të ketë pengesat e para. Të dyshuarit të cilit ishin vlerësuar të rrezikshëm kanë vendosur barikada për policinë dhe prokurorinë e shtetit. Nga vendi i ngjarjes, kryeprokurori urdhëron përdorimin e dronëve të policisë për të ndjekur kamionet që ishin duke u larguar me shpejtësi. Kryeprokuror tash po lëvizin për lokacionit parë, ana tregon në drejtim të cilit lokacionit të shku ose ku. Realisht ne jemi ende në lokacionin e parë, mirë po siç duket kemi hasur në pengesat e para ku njëri prej personave që ka qenë duke drejtuar kamionin, ne kemi hasur në flagrancë duke tërhequr rër dhe zhavër në dri. Kështu që nga informatat që i ka pas kur ne hynëm brenda, faktikisht ai ka tentuar edhe që të na ikë, na e ka bloku pjesën e rrugës, ka derdhur rërën që e ka pasur në kamion dhe na e ka pamundësuar faktikisht një pjesë që të depërtojmë. Tani jemi duke dalë në pjesën tjetër, në mënyrë që njësitë policore ta kapin dhe të mos e lejojmë që të na largohet nga vendi i ngjarjes. Në njëjtën kohë, jemi duke kryer aksionin edhe mbi 10 lokacione tjera. Kështu që të gjitha njësitet kanë filluar në të njëjtën kohë realizimin e aksionit dhe janë duke kryer kontrollet dhe janë duke kryer edhe sekuestrimit sipas urdhrave që i kanë marrë paraprakisht nga prokurori i shtetit. Bashkë me mua sot janë edhe 2 prokurorë, prokurori koordinator i krimeve kundër mjedisit Shpend Binaj dhe prokurori kujdestar Ramadan Kore, me të cilët jemi duke udhëhequr në tërësi aksionin e sotëm që ka të bëjë me një numër të madh të kryerësve përkatësisht të vepruesve ilegal të rërës dhe zhavorit. Dy shoferët e kamionëve ilegal nisin arratisin e tyre në sekondat e parë kur policia nis kontrollet në bizneset e tyre. Ata tentojnë të kalojnë në një zonë tjetër për t'u shmangur policisë. Pamjet nga dronet i kanë udhëzuar ekipe tjera në teren që të zënë priten dhe të arrestojnë shoferët që po largoheshin nga vendi i ngjarjes. Brenda pak sekondash, ekipet e tjerë të njësive speciale kalojnë në anën tjetër dhe i hasin në flagrancë shoferët që tentojnë arratisjen. Në pak sekonda, ata janë të shtrirë për tokë dhe nën kontrollin e policisë.
Mirë, domethënë faktikisht 2 kamionat që kanë qenë, të dy i kemi vëzitur. Në rregull. Atëherë po njoftoj në rreshterin që e kemi këtë situatë kësaj për shkak se ata janë duke kërkuar mos është dikun vendngjarjes. Kryeprokurori i Prizrenit, 2 prokurorë të krimeve të rënda, 10 trahëtues dhe mbi 100 policë të njësive speciale të Policisë së Kosovës janë angazhuar në njërin prej operacioneve më të mëdha kundër krimit ambiental. Cakja e operacionit janë 14 biznese që eksploatojnë zhavon në shtratin e Lumit Drini i Bardhë. Në minutat e parë të operacionit, 2 nga të dyshuarit janë arrestuar, pas janë zënë në flagrant tek po tentonin të arratiseshin. Kamionet e tyre që kanë vlerë mbi 100.000 euro do sekuestrohen menjëherë me urdhër të prokurorisë. Kryeprokurora, është kjo makineria për cilën e pam në dronë dhe erdhëm në drejtim për shkak se u largu prej vendit ngjarjes që e bllokoi rrugën. Po saktësisht kjo është kamioni i cili ishte vetëm vend ngjarjes, duke punu duke tërhequr zhavor prej Drinit të Bardhë. Edhe në lokacionin e parë që ne zbarkuam aty së bashku me njësitë policore, ata provuan që ta bllokojnë rrugën me këtë kamion i cili ishte i mbushur dhe shihej nga droni që në atë moment e zbrazi në rrugë në mënyrë që mos depërtojmë dhe kanë provuar që dalin këne nga pjesa tjetër, mirë po njësitë policore faktikisht i kanë dalë në prit dhe tani më i kemi 2 personat, sepse kanë qenë 2 kamiona, është edhe ky kamion që ka punuar po sot, shihen gomat e lagura, shihet po ashtu pjesa mbrapa që ka bajtur edhe ky rër sot, kështu që edhe një kamion atje kemi në vend ngjarjes, është edhe një tjetër mjet, faktikisht një ekskavator që e ka bartur rërë dhe i ka ngarkuar këta kamion vendin ngjarjes dhe po ashtu kemi edhe masat veçanta hetimore që i kemi të identifikuar se me cilat mjete janë bartur në mënyrë që ne kur dalim para gjykatës ta provojmë me prova materiale që janë mjete që kanë lehtësuar kryen e veprës penale, përkatësisht kanë mundësuar decisivisht që të kryhet vepra penale, sepse pa këto mjete edhe nuk do të mund të kryej edhe vepra penale, kështu që ne përpjekjet tona të mëdha do t'i bëjmë që ta sekuestrojmë pasurinë, përkatësisht mjetet e kryerjes në mënyrë që këtyre personave t'ua pamundsojmë në të ardhmen që ta degradojnë edhe matutje Lumin Drini i Bardhë. Edhe në raportimet tona të mëhershme po gjithmonë thonë që sekuestrimi i makinerive tek personat që i kanë kryer këto vepra penale ka qenë i vogël. A ka qenë kjo edhe njëna prej arsyeve që këta kanë vazhduar me punu prap edhe pas arrestimeve apo ndalimeve që kanë ndodhur? Realisht prokuroria jonë në vazhdimsi kemi arrestuar persona të tillë, sekuestrime ka pasur shumë, por konfiskime ka pasur pak. Për shkak se ne vetëm këtë vit kemi arrestuar 22 persona për degradim të mjedisit nga janari deri në muajin maj, përjashtuar këtij rastit. Mirë po edhe pse besojmë që kemi provuar në gjykatë se këto mjete kanë qenë mjete të kryerjes veprës penale, mirë po konfiskimet kanë qenë të vogla, edhe pse dispozitat ligjore si të kodit procedurës penale, si të kodit penal janë në mënyrë decisive përcaktojnë që mjeti kryerjes konfiskohet dhe është normë imperative që duhet të bëhet dhe mendojmë që gjykata duhet të reflektojnë në këtë drejtim, në rast se nuk do të kemi konfiskime, atëherë nuk do të kemi edhe rezultate. Për të folë me saktësinë duhet i shohim rastet, duhet ta shohim numrat e shasisë, duhet i shohim numrat e targave. Mirë po rastet të tilla kur ne kemi hasur flagrancë dhe kemi arrestuar persona të tillë kanë përfunduar me aktgjykime dënuese, mirë po që mjetet e kryerjes faktikisht nuk janë konfiskuar. Ne në këtë rast kemi zhvilluar hetime mbi 4 mujore. Kemi zhvilluar hetime në drejtim 2 veprave penale për shkak ndotjes degradimit të mjedisit, të ambientit dhe po ashtu për shkak shkaktimit të rrezikut përgjithshëm, sepse me këto kamion, me këto makineri, pjesën Lumi Drini i Bardhë që do ta shihni së shpejti në atë pjesën kur të kalojmë, e shihni që e ka humbur edhe rrjedhën dhe rrezikohemi edhe nga përmbytjet, për faktin se edhe grupat e hapura që i kanë lënë pas vetes nuk kanë qenë të ralla rastet kur edhe pjesa më vitale e shoqërisë fëmijët kanë humbur edhe jetën, kështu që ne kemi zhvilluar hetime në drejtim 2 veprave penale, kemi siguruar provat mjaftueshme materiale në mënyrë që të jemi të pakontestueshëm para gjykatës dhe unë mendoj që është momenti i fundit që t'i godasim në pasuri, në mjetet e kryerjes, në dobinë pasurore, do t'i bllokojmë gjithashtu edhe këto separacione që janë të kundërligjshme që nga viti 2016 dhe kësaj besojmë që edhe në gjykatë do ta kemi mirëkuptimin sepse është koha e fundit që ta mbrojmë ambientin dhe ta kryejmë mandatin edhe për të cilin jemi të thirrur.
Degradimi që ka ndodhur në krejt rrjedhën e lumit Dri, thuhet që duhen 40-50 vite për më kthy në gjendjen që ka qenë, edhe nashta nuk mu i kthehet për shkak se ka ndrru rrjedha, rrezikojnë përmbytjet, rrezikojnë shumë sene. A mundet me u ndal që tash me mbri me pas diçka një lloj preventive nëse veç veprohet prej tash e tutje? Pa dyshim që në momentin që do të ndalet, paktën e ndalemi aty deri ku është degraduar në mënyrë që ta rikthejmë. Në rast se i lëmë tutje, ju keni me pa që faktikisht edhe pronat private kanë filluar të merren dhe gjithandej është e groposur dhe gjithçka që do të bëjmë do t'i bëjmë dëm gjeneratave të ardhshme, që të paktën ua kemi me bërë që t'ua ruajmë pjesën që është e natyrës që nuk e kemi krijuar ne, por është e natyrës dhe ne duhet ta mbajmë dhe mos të lejojmë që dëmët jenë as të mëdha edhe për gjeneratat e ardhshme. Jemi para një situate që jemi, me vite është punuar në atë pjesë, me vite është degraduar, mirë po është momenti besojmë i fundit që ne të reflektojmë, në rast se jo tani pasojat do të kemi shumë të mëdha në të ardhmen. Kemi ardhur në Prizren dhe jemi duke e ndjekur aksionin e prokurorisë në luftën e kësaj prokurorie për ndaljen e degraduesve dhe shkatërimin e ambientit në afërsitë të zonës së Drinit. Ky është vetëm njëri nga vendet e para që pritet me u kontrollu dhe me u sekuestru makineritë që gjenden brenda këtyre hapësirave. Operacioni i identifikimit dhe sekuestrimit të makinerive të cilët eksploatojnë zhavor në shtratin e Drinit të Bardhë zhvillohet njëkohësisht në 14 lokacione. Ekipi i prokurorëve që drejton hetimin niset drejt lokacione të tjera ku para tij shfaqen edhe pamjet e konfiskimeve të para. Prokuror, e pam 2 arrestimet e para, janë arrestimet e para të këtij aksioni këto që vetë sa i pam në këtë vend. Këto ishim lokacionin e parë dhe këto janë 2 arrestimet e para, siç e keni parë. Po praktikisht në njëjtën kohë ka ndodhur arrestime edhe lokacione tjera që tani më po shkojmë të vizitojmë. Te lokacioni i parë siç e cekëm, përveç 2 veprave penale për degradim mjedisit dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm, kemi edhe pengimin e të provuarit sepse nga ajo që pam në vendin e ngjarjes, 2 kamionët të cilët ishin duke punuar në Dri, duke tërhequr zhavor, njëri prej tyre vetëm se e zbarkoi dhe bllokoi rrugën, kështu që ata provuan që të hyjnë në një lokacion krejt tjetër që nuk kanë lidhje me atë pjesë dhe u munduan edhe t'i fshehin mjetet e kryerjes, por ishte njësitë speciale ata që reaguan kohë dhe i kapën edhe në atë pjesë dhe praktikisht i kemi 2 të arrestuarit e parë në vendin e ngjarjes dhe po vazhdojmë edhe në lokacione tjera. Informacionet e para për prokurorinë janë shpresdhënëse. Hetuesit në vendin e ngjarjes raportojnë për prova dhe të dhëna të rëndësishme që janë konstatuar në minutat e parë të kontrollave. Kryeprokurore, pam që fillun edhe sekuestrimet e kamionëve në rrugës sipër atave që po largohen prej këtu, a është pikërisht ky vendi ku janë sekuestruar kamionat e parë të këtij aksioni? Po, si që speguam edhe më herët, ne kemi 14 lokacione që jemi duke kryer kontroll dhe në për disa prej pikave kemi hasë në flagrant duke tërhequr zhavorin, siç janë edhe kjo pjesa këtu. 3 prej kamionëve që i pat janë vetëm që janë bartur dhe janë duke shkuar në lokacionet e saktume. Kemi një numër të madh mjeteve për cilat është herët deklarohemi tani, sepse jemi duke shkuar në përpika tjera. E kemi këtu edhe hetuesin e rastit i cili e ka pasur në përgjithësi këtë pjesë. Mund të më na shpjegoj ndoshta se çfarë gjendje e keni gjetur kur keni ardhur. Po, domethënë kjo është njëri prej lokacioneve, i vend shfrytëzimeve që
që është. Kjo paraprakisht ka qenë tokë bujqësore, edhe nëse shikohet edhe përmes Google Mapsit, ka qenë tokë bujqësore, por fillimisht heqet një shtresë e dheut, pastaj kalojnë në thellësi shumë të mëdha, siç shihet edhe luga, domethënë që ka një gjatësi shumë të madhe që shkojnë me një thellësi shumë të madhe. Mjetet këto përmes të ekskavatori ngarkojnë mjetet kamion, edhe domethënë lantën e parë, rërën dhe zhavorin, pastaj e dërgojnë nëpër separacione, të cilat i kanë, disa janë të regjistruara, disa të paregjistruara, edhe e separojnë edhe pastaj është e gatshme për shitje. Domethënë kjo është vetëm një prej lokacioneve, është një lokacion atje, ja ku shihen edhe 2 ekskavatorë tjerë. Ka edhe në pjesën ndaj mbrapa. 3 kamionët sapo sekuestruara kanë qenë këtë pjesë apo pjesën mbrapa? Kanë qenë një ka qenë te ky lokacioni, që po shihet se lojën edhe gjurmë, për shkak të rrjedhës së ujit, edhe 2 tjerë kanë qenë te pjesa tjetër. Kjo është domethënë vetëm për 2 lokacionet vend shfrytëzimit, pa i përfshirë ato tjera që në anën tjetër që është e pamundshme më kapi këtij pozicioni. Këto lokasione gjatë hetimeve kanë qenë njëjta që është punu këtë është tërheq zhavar. Po janë të njëjta domethënë. I kemi të provuar, i kemi të fatur. Janë provuar me incizime, me targat mjeteve gjitha. A mundemi me vazhdu në pjesën tjetër? Po. Operacioni kompleks i hetimit të bizneseve që eksploatojnë ilegalisht zhavon në shtratin e Lumit Dri ka implikuar resurse shtesë të prokurorisë së Prizrenit. Për të grumbulluar prova në 14 lokacione janë angazhuar kryeprokurori dhe 2 prokurorë të cilët kanë detyra specifike në hetimin e ngjarjeve. Tani jemi duke shkuar në pika tjera të kontrollit, ku deri me tani 2 pika të kontrollit janë kontrolluar nga bizneset të cilët janë hetuar pas një punët e losë me masat fsheta të hetimit dhe vëzhgimit, ku paraprakisht në vendin e ngjarjes gjën has ekskavator duke punuar, ekskavator në vendin e ngjarjes, gjithashtu edhe kamion duke bartë zhavorin, ku ndërto kemi edhe të arrestuar persona, të cilët janë has duke drejtuar kamionet. Tani vazhdojmë në pika tjera sipas planit dhe sipas agjendës dhe sipas masave të cilët janë filluar, të cilët paraprakisht kemi pas incizime, kemi pas provat mjaftueshme. Boldozher, ekskavator, kamion dhe pronat e tjera të cilat përdoren për eksploatimin e zhavorit do sekuestrohen gjatë operacionit të prokurorisë së Prizrenit. Makinerit me vlera prej disa miliona euro janë përdorur në vazhdimsi për të nxjerrë përfitime për biznismenet e për të dëmtuar rënd ambientin e zonës. Krimi ambiental në këtë zonë ka lënë pasoja pothuajse të pariparueshme. Zona tashmë është shndruar në zona me bazen gjigant të cilët janë rrezik edhe për banorët e zonës. Tash është lokacioni i 4 ose i 5 që rrugës sipër jemi duke i vizitu. Këtu pe shohim që janë vendos shirita aty në makinerive tranda që kanë qenë duke punu këtu. Po, si që po të nësultove ju, është lokacioni i 5, faktikisht i 5 prej 14 lokacioneve, dhe këtu janë 3 ekskavatorë që janë hasë në vendin e ngjarjes, ku po shihet që kanë gërmu edhe kanë lënë pas vetës edhe gropat më dhasi që kemi cek që këta pas vete lëjnë edhe shkaktimin e rrezikut përgjithshëm, sepse janë fëmijët që jetojnë në këtë pjesë për rreth Lumit Drini i bardh, i cili përshkon komplet Dugazhinin dhe lagë edhe pjesën nga Krusha e vogël dhe deri atje në kufirin me Shqipëri, që kemi edhe kompetencë territoriale si prokuria themelore në Prizren. Ne kemi sekuestruar deri më tani një numër të madh të mjeteve, të cilat kanë shërbyer si mjete për kryerjen e veprës penale, ka shumë ekskavator, ka kamion dhe gjithashtu kemi vendosur shërita të rrethues edhe për makineritë e separimeve. Meqense se jemi me një sitin e hetimeve kundër mjedisit, që është në kodër të krimeve të drejtorisë krimit të organizuar, me cilët për 4 muaj rresht faktikisht kemi zhvilluar masa të veçanta hetimore. Ne sot sapo e pam që gjendja në teren është shumë më keq se sa që edhe e kemi prit,
edhe është numër i madh i makinerive. Atëherë sapo kam kontaktuar me drejtorinë rajonale të Prizrenit, mirë që të na vinë ndihmë edhe njësitë edhe patrulla policore të Prizrenit. Gjithashtu jemi dakorduar edhe me Agjencinë për Administrim Pasurisë Sekuestruar dhe Konfiskuar, të cilët gjithashtu janë rrugës duke ardhur, mirë që ti tërheqin këto mjete dhe po ashtu kemi njoftuar tani më edhe inspektorët e KPMM-s dhe ata të mjetisit në mënyrë që të bëjnë matjet, të bëjnë vlerësimet edhe dëmeve që janë shkaktuar në këtë zonë. Këtu siç po shihni pra, jemi në njërin prej vendpunishteve që faktikisht bazën kryesore ka në Landovic në njërin prej operatorëve ekonomik, por e ka edhe një pjesë tjetër të punimeve që i zhvillon këtu në vendin e ngjarjes, por gjithçka që tërhiqet këtu zhavori faktikisht shkon dhe separohet atje tek operatori ekonomik. Në këtë vend punishte pranë lokacionin e 5 deri më tani kemi të arrestuar 2 persona përgjegjës dhe do të vazhdojmë ta shohim edhe lokacione tjera se sa kemi arritur, sepse ne kemi marrë informacione në kohë reale nga secili njësit, mirë po do të shkojmë dhe të vizitojmë secilin lokacion me radhë dhe ta shohim gjendjen reale nga afër. Kemi mbri në një pikë tjetër, në një lokacion ku jemi tu i pa 3 makineri të rënda që janë hasur duke punuar dhe u janë vendosur shiritat. Njëra është këtu. Tjetra, nëse shihet në pamje, ka tentuar me shef prej zyrtarëve policor kur i ka pas ata po i afrohen këtij lokacioni, ndërsa një tjetër është në atë pjesën atje që kanë qenë duke punuar. Nga ajo që mësuam prej kryeprokurorit Prizrenit është se në këtë lokacion janë arrestuar 2 persona që janë hasur këtu dhe ata kanë mbri që tër zhavorin që e kanë tërhiq në krejt komplet këtë zonën që po shihet këtu, e kanë dërguar me një separacion ku edhe e kanë përpunuar atje. Do më thonë, këto toka, këto hapësira, ku janë këto makineri sot që tashmo veç janë me shirit, kanë qenë toka bujqësore që janë punuar për banorët të kësaj zone, mirë po këta persona të dyshuar kanë mbri që me largu pjesën ku ka qenë me dheje dhe me tokë të punueshme, me dëpërtu në hapësira 20 deri në 30 metra në hapësirën kryesore të tokës dhe me nxjerr zhavorin prej këtu që me vazhdu me separimin e tij. Tash kjo zonë për me u kthy në hapësirën që ka qenë përpara është komplet e pamundshme. Nga njëra zonë në zonën tjetër ekipi i prokurorëve dhe hetuesve lëvizin në lokacione të tjera. Atje janë hasur të dyshuarit të tjerë të cilët në bisedat e para me prokurorët e rastit tentojnë të arsyetohen se makinerit nuk kanë qenë aktive. Që thohet më tu? Që 2 vjetë se dhja i ka të amana jo. Ane, 2 vjetë në poshtërish. Amo nuk më punu. Nuk jene, e tim na kemi punu, sepse nuk kemi rasisht sot dhe nuk kemi ardhë rasisht. Kush e ka këtë vjetra? Këtë e kush është. Dhe mo gjithë që ka jetë ilegale, që ka makinerin, gjithë që ka sekvestruohet. Aty ku nuk mundën i vartë, i vendosën sheritat, ato që ka mundën i vartë, agjencia është ardhë dhe i podë gjithë. Katërmët lokacionet ku janë hasur kamione ekskavator ilegal janë bllokuar nga njësia speciale dhe hetues të krimeve të rënda. Kryeprokurori dhe 2 prokurorë të çështjes mbikëqyrin çdo hap të policisë në zonën duke dhënë udhëzime të qarta për veprimet e metudjeshme. Makinerit me vlera milionshe do sekuestrohen me urdhët të prokurorisë, ndërsa gjatë procesit të gjykimit prokuroria do kërkoj edhe konfiskimin e tyre. Sipas ligjit, mjetet në të cilat eksploatohet natyra duhet të konfiskohen dhe ato më pas shiten në ankant publik për t'i kthyer fondet në buxhetin e shtetit. Tash jemi në lokacionin e 13 prej 14 gjithsej që i kemi, që është gjendja në këtë operator ekonomik. Që gjendja
nuk muna me thonë është mirë, se përderisa kemi orë na, nuk Çu që keni gjetur është më rëndësishme. Në fillim si kemi orë, kamioni në mes ka qenë këtu në separacion. Jemi taku me pronorin edhe me njëherë kemi shku të vend punishtja ku i kryin veprimet ilegale. Atje i kemi po 2 kamiona që i kemi pull tashtu, i kemi vendos edhe janë 4 eskavatora. Pronori thot që veç 2 eskavatora janë të me të personal. Domthon kamionat që po i shohim këtu 2 prej tyre janë që keni gjetur në vendngjarjes. Po 2 prej tyre në vend punishte. në veprem atje. Po mirë. Atëherë pra gjitha këto pajisjet që kanë shërbyer për kryerjen e veprës penale, këtu kamionat, eskavatorat. Ky bulldozer këtu a është shfrytzuar? Kjo luga ngarkuese. Luga ngarkuese është. Edhe kjo është sekuestru. Atëherë edhe duhet komplet makineria e separimit sepse janë ilegale. E keni pyet a kanë licenca? Po i kemi pyet për dokumentacion, nuk kanë fore licencë. Çaj kanë posë më herët, i kanë flet me afat të skaduar. Prej 2016 faktikisht kur janë ndaluar. Pa atëherë praktikisht duhet gjitha mjetet me i sekuestru edhe me ja vendos shëritat edhe makinerisë, një që më bllokuar gjithçka. Faleminderit. Shikues të nderuar, jemi duke vazhduar nga një hapësirë në tjetrën në këtë zonë afër Drinit të Bardhë. Siç po shihet, zona është e damtuar nga këta persona të dyshuar, që disa prej tyre tashmë janë arrestuar. Kanë filluar edhe sekuestrimet e makinerive të rënda që janë hasur duke punu. Ju e patë edhe më herët që kryeprokurori i Prizrenit ka dhënë urdhër që gjithçka që haset prej makinerisë në këto vend punishte me u sekuestru. Tash kemi tu vazhduar në një zonë tjetër, pjesë e kësaj hapësire, ku edhe atje dyshohet se ka pasur eksploatim ilegal të zhavorit. Disa prej makinerive të rënda ende nuk kanë arrit me u tërhiq prej kësaj zone për shkak se agjencia e sekuestrimit pritet me ardhë shpejt. Disa prej tyre kanë filluar veç me u largu prej zyrtarëve policor. Ajo që ka mësuar deri me tani është se këtu do të sekuestrohet gjithçka që haset në këtë hapësirë. Komplet kjo zonë këtu të përfshi disa toka bujqësore, vrehet edhe në pamje se është duke u eksploatuar zhavar dhe janë hapur gropa të mëdha e të cilat shpesh kanë qenë edhe të rrezikshme për banorët për shkak se frekuentimi i kësaj zone bëhet edhe nga fëmijët e lagjës që edhe fshatra që janë përreth këtu. Në nisje të operacionit, hetuesit dhe prokurorit kishin parashikuar se eksploatuesit mund të ishin të rrezikshëm. Përvoja e kaluar tregon se ata tentojnë të arratisen e po ashtu mund të jenë edhe të armatosur. Në lokacionin e radhës, hetuesit njoftojnë se kanë gjetur edhe një armë zjarri, e cila ndodhej në njërin prej separacioneve të zhavorit. Jem këtu në lokacionin e 14, a mundem na tregojë se çka keni gjetur në këtë lokacion? Po në momentin që kena prezantuar në vendngjarjes, kemi hasë 2 punëtorë që kanë qenë prezent. Ndërkohë kemi thirrë edhe pronarin e firmës në këtë separacion. Kemi filluar me kontrollin e lokacionit, është hasë një armë zjarrit, një revolver. Ndërkohë kemi evidentuar mjetet e punës që janë në separacion. Edhe kemi thirrë 2 dëshmitarë sipas procedurës dhe jemi pritet që u propozimet të radhës. Sa mjete kemi për sekuestrim? Momentalisht janë 2 që pronari thotë janë tina, edhe janë disa mjete tjera që thotë nuk janë pronë tina, po janë të disa dëshmitarë tjerë që i lajnë këtu. Tash të shyremi ndërmjet. Na tash të identifikojmë gjitha këto, e shohim, domthonë duhet sekuestrohen gjitha. Duhet sekuestrohet i vendosen edhe shëritat rrethos, edhe makinerisë separimit, edhe të njoftohet edhe pronari që heqja shëritave për bën vepër penale. Kështu që duhet me ditë edhe për pasojat që i ka. Kishim shkuar me pa edhe të armat çka. Presim forenzikën që le t'i kryej procedurën. Sa pisha kën? 13.
Në njërin prej operacioneve më të mëdha kundër eksploatuesve ilegal të Zhavorit, prokuroria e Prizrenit ka prangosur 17 persona dhe ka bllokuar prona me vlera milionëshe. Në zonë ku janë kryer kontrollet, prokuroria ka urdhëruar sekuestrimin e 9 kamionëve dhe 14 eskavatorëve. Bashkë me to, janë bllokuar edhe 15 makineri të cilat përdoren për ndarjen e Zhavorit. Vlera totale e mjeteve llogaritet të jetë rreth 2 milion euro. Mjetet do mbahen të bllokuara deri në përfundim të procedurës, ndërsa 17 të arrestuarit do hetohen në detaje nga prokuroria për të dokumentuar përfshirjen e tyre në vepra penale. Ekipi i prokurorëve do ketë punë që në muajt në vijim të intervistoj dhe të zhvilloj hetime të detajuara për grupin. Një ditë pas aksionit të prokurorisë së Prizrenit ka reaguar dhe shefi i misionit EULEX në Kosovë, Giovanni Pietro Barbano. Ai ka shtuar se qasja në një midis të pastër dhe të shëndetshëm është një drejtë univerzale e njeriut dhe EULEX mbetet i përkushtuar për të mbështetur institucionet e Kosovës në luftimin dhe parandalimin e krimit mjedisor. Një zonë e rrezikshme për komunitetin dhe punëtorët e cilët punojnë në këtë zonë është mbastisur nga prokuroria dhe policia. Zona është vlerësuar e rrezikshme edhe për punëtorët që punojnë pa pajisje pune dhe për shoferët e kamionëve të cilët lëvizin jashtë standardit në zona të rrezikshme. Pamjet nga droni tregojnë që në këtë zonë nuk ka asnjë masë të sigurisë në punë dhe rregullat për siguri nuk janë zbatuar në asnjë moment. Pajisjet ilegale të përdorura në zonë janë pa certifikim dhe pa mbrojtje ndaj rreziqeve të aksidenteve. Të dhënat e prokurorisë tregojnë që zona ishte rrezikshme edhe për qytetarët për shkak të kratereve të krijuara nga eksploatimi. Kryeprokuror në këtë zonë kam punu jashtë çdo standardi, duke vozit në këtë zona ka mujt me vdek ndaj punëtor ose me u lëndu punëtorët aty në atë zonë. Po flasim për një zonë që ju e pat, ne kemi zhvilluar hetime rreth 4 mujor. 4 mujore faktikisht në këtë pjesë, ku kemi faktu gjithçka dhe çdo operator dhe jemi kujdesur që mos të ketë operator ekonomik ilegal cilët do të jesin jashtë kësaj, që mos krijohen edhe dyshime tjera. Jemi kujdesur që në zonën që e kemi në kompetencë prokurisë themelore të Prizrenit, të gjithë operatorët ekonomik ilegal që veprojnë në atë zonë i kemi faktu me prova dhe e keni përcjell edhe pjesën drejt për drejt që kemi kryer arrestimet 17 personave, ndërkohë në orët e vona faktikisht është gjetur edhe personi i 18 dhe ka përfunduar aksioni me 18 të arrestuar. Padyshim që në atë zonë ku shihet një katrahur e vërtet, një dëm i madh që është bërë ambientit, mjedisit, një shkatrim total i rrjedhës lumit, në atë kushte, në atë gjendje të punohet, padyshim që është edhe rrezik për punëtorët. Mirë po, rrezikun abstrakt nuk mund ta trajtojmë, por në rastet që ka kish pas ndonjë lëndim punë apo siç ndodh, siç po ballafaqohemi për ditë më shumë me raste të tilla ku punëtorët edhe po humbin jetën, padyshim që kanë edhe përgjegjësi penale. Që sa vite kanë operuar këta operatorë në atë zonë? Dihet që ka shumë vite që kanë operuar në atë zonë, po ajo që mund të konstatojmë me përgjegjësi të plotë është fakti që nga viti 2016 nuk kanë licenca për të operuar. Prokuroria themelore në Prizren ndër vite nuk ka pushuar asnjëherë. Ndër vite ka ngritur akt akuza, ka hetuar dhe ka ngritur akt akuza ndaj personave që kanë degraduar zonën për vepra penale të ndotjes dhe degradimit të ambientit dhe të njëjtit i kemi vendosur para drejtësisë. Unë sa për dijenin e ju i kam nxjerrë një pjesë të dhënave statistikore në 3 vitet e fundit, ku në vitin 2023 kemi akuzuar 16 persona për degradim mjedisit, në vitin 2024 7 persona, vetëm 6 mujorin e parë të vitit 2025 kemi akuzuar 21 persona, dhe tani plus 18 faktikisht janë 39 persona që janë akuzuar nga prokuroria për degradim të ambientit dhe të njëjtit kanë dalë para drejtësisë. Madje kemi edhe gjykime të plotfuqishme që janë marrë ndër këto vite, ku numri është bukur i madh. Kemi në vitin 2023 17 persona janë dënuar me akt gjykim gjykatës, në vitin 2024 janë dënuar 12 persona për degradim mjedisit nga gjykata dhe në vitin 2025 faktikisht janë deri më tani 5 persona të dënuar për degradim dhe ndotje të ambientit. Ajo që vlen të theksohet është fakti që ne fokusin më të madh do ta kemi si strategji
tek konfiskimi i mjeteve që mundsojnë kryerjen e veprës penale. Ndër këto aktgjykime ne nuk jemi fare të kënaqur, sepse pavarësisht dënimeve që i kanë marrë çfarë do qofshin ato, qoftë burg, gjob apo kusht, e rëndësishme është që të konfiskohen mjetet e kryerjes. Që pamundsohet operimi në atë pjesë, gjë që nuk ka ndodhur. Tani ne nuk do ta kërkojmë fajtorin, mund të jenë fajtor edhe ndoshta arsyetime të dobta, mund të jenë edhe pjesa tjetër në gjykatë, por nuk do ta gjejmë fajtorin këtu. Ajo që do të fokusohemi është që tani tutjet mos lejojmë që ato mjetet ju kthehen. Ju e keni parë, kemi sekuestruar 38 mjete, 15 eskavator, 9 kamion, 15 makinat seperimit dhe do të kujdesemi shumë seriozisht që ta bindim gjykatën që ato të konfiskohen, sepse mënyra e vetme për ta luftuar këtë veprimtari është kjo pjesë. Ky nuk mund të konsiderohet vetëm një aksion i suksesshëm, por është një mesazh i qartë dhe i pakthyeshëm. Mbrojtja e mjedisit nuk ka zgjedhje. Është obligim ligjor, moral dhe njerëzor. Në radhë parë, për ne që kemi petkun e personave zyrtar, e pastaj edhe për secilin qytetar, madje edhe për mediat. Kështu që secili prej atyre operatorëve ekonomik le t'i flas vetes. Nuk do të mund të operojnë atë pjesë. Ato makineri të cilat nuk i kanë përdor, mos të provojnë t'i fusin në drinin e bardhë, të paktën në përgjegjësinë që e kemi si Prizren, sepse personalisht unë si prokuror, edhe 20 prokurorët e kësaj prokurie do të zbarkojnë mbi kokat e tyre. Nuk do ta lejojmë asnjërin prej tyre që ta degradojnë edhe matutje dhe do ta dinë që dami ka më qenë shumë i madh. Sepse prokuria nuk do të heshtë, prokuria nuk do ta lejojë edhe matutje degradimin që vetëm se ka ndodhur, sepse degradimi aq i madh është alarm për gjithë ne. Është alarm jo vetëm për atë zonë, por është alarm që ta mbrojmë edhe të ardhmen, sepse natyra duhet mbrohet. E kemi thënë, vendet e Bashkimit Evropian kanë nxjerrë rregulla, direktiva e konventa për mbrojtjen e mjedisit. Ne kemi ligjin, kemi kodin penal të Republikës Kosovës. Këto vullneti i tyre është ta mbrojmë ambientin. Andaj ne si ligjzbatues, përderisa nuk kanë licenca për operim, ne jemi ligjzbatues, do të veprojnë dhe atë pa asnjë dallim. Kështu që le ta kenë të qartë dhe le ta kenë me dije që atë ditë që do të kapet ndonjëri prej tyre do ta kenë fatin sikurse që e patën këtë aksion. Të njëjtë, por jam i bindur që nuk do të kemi më nevojë për aksione të tilla, që të arrestojnë 17 persona, 18 e të kapen me nga 40 mjete, por edhe nëse provojnë një, edhe atë një do ta marrim. Por kërkojmë edhe bashkëpunimin e qytetarëve, sepse ne kemi pas raste të tilla, por vetëm pasi që personalisht dhe me vetë iniciativë kam ndërmarrë veprime hetimore dhe kemi aplikuar masat veçanta hetimore. Vetëm pasi e kam parë personalisht terrenin atje. E kam parë që gjendja është jashtëzakonisht keq dhe mendoj që këtu duhet të kemi edhe më sy hapur inspektorët e mjedisit, sepse ata kanë prerogativë mbrojtjen e ambientit. Unë po besoj që inspektorët e dinë edhe më mirë se ne, sepse ata janë të profilizuar dhe të profesionalizuar në pjesën e mbrojtjes dhe degradimit të ambientit. Edhe unë po mendoj që tani më e kanë marrë edhe një mesazh të qartë që duhet të reagojnë. Ata e dinë adresën, prokuria është shumë e vendosur në këtë drejtim, sepse ndër shumë prioritetet që i kemi vendosur është edhe prioritet mbrojtja e mjedisit. Kështu që ne mbrojtjen e mjedisit nuk e kemi vetëm te degradimi i lumit drini i bardh, është edhe prerja e pyllit, janë edhe ndërtimet pa leje, që jo vetëm në pjesa rurale, por edhe në zonën urbane ka ndodhur. Mirë po besoj që jeni dëshmitar që ne kemi arrestuar edhe inspektor në këtë drejtim për mosveprim. Kështu që duhet ta dinë secili që punon dhe që ka marrë detyra, obligime, përgjegjësi për të kryer një punë caktuar, mosveprimi të njëra si delikte omisive duhet ta dinë që pason me vepër penale. Kështu që nuk do të jetë imun askush tjetër. Ne do ta faktojmë çdo situatë, tani më e kemi në kontroll atë zonë dhe po besoj që do ta mbajmë derisa të vetëdijsohen të gjithë që ambientin duhet ta ruajmë dhe ta duam të gjithë. Nuk do të lejojmë që persona të caktuar siç ka ndodhur deri më tani të pasurohen në emër dhe në korrez të pronës shoqërore e shtetërore, sepse ato janë resurse natyrore, ato janë resurse që i takojnë të gjithëve dhe nuk bëhet dëmi vetëm në atë zonë nga Krusha në Landovic, por dëmi përcjellet edhe kudo që shkon lumi. A dihem parafarsisht përfitimet e këtyre njerëzve, a pritni me pas ekspertizë, me pas se sa kanë përfituar në kurriz të këtyre pronave? Përderisa shohim që dëmi është i madh, padyshim që edhe përfitimet kanë qenë të mëdha. Mirë, po për këtë pjesë ne jemi tani më në fazën fillestare të hetimit.
dhe tek tani fillojnë edhe ekspertizat, ne kemi angazhuar edhe pjesën tjetër të ekspertëve që do ta bëjnë edhe vlerësimin e dëmit në mënyrë që të dalim me dëmin konkret se çfarë dëmi kanë shkaktuar në atë pjesë. A janë arrestuar recidivistë këtyre veprave në aksionin e fundit? A kanë qenë këta të arrestuar më herët për këtë punë? Shumë prej tyre janë recidivistë shumë fisht veprave të njëjta. Unë mendoj që është momenti i fundit që edhe gjykata ta ketë parasysh që këta persona të marrin dënimin e merituar. Jo vetëm siç e thash fillim, personalisht ndaj tyre, por jo vetëm të jetë preventiv speciale, por të jetë edhe preventiv generale për të gjithë qytetarët e tjerë, e mbi të gjitha do të kërkojmë me ngulm që mjetet konfiskohen. Do të kërkojmë me ngulm dhe do të zhvillojmë edhe hetime financiare që çdo dobi pasore përfituar me vepra penale do të konfiskohet. A jeni tu i hetu edhe për mënyrën që i kanë shkatruar ato toka dhe formën që i kanë lënë, për shembull, a janë këto biznese pronarët aty në prona apo i marrin me qira? Gjithçka është duke jetuar. Në shumë dimensione janë duke u zhvilluar dhe në shumë pista hetimet, nuk mund t'i bëj të qarta të gjitha, mirë po, ajo që mund të konstatoj është fakti që ka shumë prona që ndoshta mund të ketë në të ardhmen edhe uzurpime zgjerim të hetimeve, që i kanë uzurpuar, po ka pronat që janë dhënë edhe nga fshatarët. Duhet ta kenë të qartë edhe ata, sepse kushdo që t'jep për degradim dhe mundson kryerjen e degradimit, gjithkush prej tyre është në përgjegjësi, sepse ne kemi parë edhe gjatë aksionit se kapur me pjesën ku është bërë degradimi janë edhe shumë fshatar bujq të cilët atë punojnë tokën. Ata rrezikojnë çdo ditë aty nga shembja dheut, sepse kemi parë ndoshta as metri nuk e ndon pjesën lart me 30 metra thellësi aty poshtë që është krijuar. Kështu që duhet ta kenë të qartë të gjithë. Jo vetëm këta operator ekonomik, por edhe qytetarët që kanë prona në atë zonë që kanë përgjegjësi secili prej tyre që lejon. Në rast se dikujt, po e them haptas të ju, në rast se dikujt i është uzurpuar prona pa pëlqimin e tij, le të urdhëron le të vinë prokurori. Dhe padyshim që ne do ta adresojmë dhe do të marrim veprimet e duhura ligjore. E nëse e ka dhënë me qira? Nëse e ka dhënë me qira, atëherë do të ketë përgjegjësi për secilin. Sepse përfitimi është bërë duke degraduar ambientin. A ndahet përgjegjësia në këtë rast e pronarëve, e shoferëve të kamionëve, shoferëve të ekskavatorëve, që ata mundën me thonë se na ka thonë shefi, na jem punëtor, jem tu gry. Secili e ka përgjegjësinë e tij. Ka përgjegjësi përgjegjës personit juridik, por mos harrojmë se kemi në përgjegjësi penale i kemi fut edhe personat juridik, pra operatorët ekonomik, sepse ka operatorë ekonomik aty shumë prej tyre janë SHPK, domethënë shoqëri me përgjegjësi të kufizuara dhe ligji këta persona, ligji për përgjegjësinë penale personave juridike konsiderohen si persona me përgjegjësi penale, andaj edhe këta janë duke u hetuar dhe padyshim që ka provat mjaftueshme që do të ngritet akta-akuza edhe ndaj personave juridike, jo vetëm ndaj personave fizik. Pra nuk janë vetëm 18 persona fizik, po janë dikun rreth 30 komplet me personat juridik. Shikues të nderuar, kemi ndjekur kështu edhe një aksion tjetër të prokurorisë në arrestimin e personave të dyshuar, gjithashtu sekuestrimin e këtyre makinerive që janë përdorur për degradimin e kësaj pjese të ambientit. Ne kaq kishim për këtë emision. Ju vazhdoni të na shkruani në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.